Ka përfunduar konkursi i gjuhës shqipe mes klasave të 9 të shkollave nënvjeçare, i cili zgjati për 4 ditë. Përgjegjësja e zyres vendore të arsimit Shkodër Briselda Kadia theksoi se ishte një konkurs i larmishëm dhe domethënës për testimin e nivelit të përvetësimit të njohurive nga nxënësit. Kanë qenë lojra të ndryshme, kanë qenë kartolina e librit, që në fakt kartolina e librit tashmë është një risi, pasi nxënësit kanë pasur një listë prej 9 librash të cilët duhet i kishin lexuar dhe pyetjet rreth janë hartuar rreth këtyre librave që nxënësit kanë patur për të lexuar. Ka patur edhe një rubrikë tjetër, rubrika e debatit, që nxënësit kanë patur të përcaktuara 15 tema debati që në fakt i ka përcaktuar ministria dhe rreth atyre temave është përqendruar edhe debati që kanë me të cilin janë përfaqësuar shkollat. Morën pjesë klasat e 9 të 28 shkollave publike dhe private në territorin e Bashkisë Shkodër, ku fituesi u shpall me pikë më shumë shkolla Ismail Qemali. Kemi 28 shkolla publike dhe private që janë përfaqësuar dhe kemi fitues shkollën Ismail Qemali, e cila me një rezultat shumë të ngushtë, me një diferencë prej 1 pike, ka patur përparësi kundrejt shkollës Ndremjeda, që në fakt shkolla Ndremjeda na ka përfaqësuar edhe në nivel kombëtar vitin që lan pas. Konkursi për gjuhën shqipe do të vijojë mes ekipeve fituese në nivelin drejtorial rajonal të arsimit Shkodër Lezhë Kukës për të përcaktuar përfaqësuesin në nivel kombëtar të këtij konkursi, i cili do zhvillohet në drejtimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Të gjitha shkollat e zyrave vendore që përfshin drapi Lezhë do konkurojnë mes njëra tjetrës me këtë format organizimi dhe ne synojmë që pastaj në nivel drapit dalim fitues dhe të përfaqësohemi në nivel kombëtar. Kadia thotë se ky konkurs luan një rol të rëndësishëm për mësimin e gjuhës shqipe, e cila është prioritet themelor në shkolla. Duke qenë se gjuha shqipe e merr thelbin si lëndë shumë prioritare në formimin e arsimit bazë që bëjnë, që ndjekin nxënësit tanë, sigurisht që është shumë e rëndësishme. Tashti ne kemi thënë shumë shpesh që ndryshimet shoqërore, dinamikat e ndryshimeve shoqërore, inteligjenca artificiale etj. Po i detyron fëmijët tanë, nxënësit tanë të shkruajnë me shkurtime dhe të shkruajnë me shkurtime jo vetëm fjalët shqipe, po përgjithsisht të shkruajnë me shkurtime fjalët e huaja dhe përgjithsisht të gjuhës angleze. Dhe kjo është domosdoshmëria për të ruajtur gjuhën shqipe si një identitet në fakt kombëtar shumë i rëndësishëm dhe përfaqësues për të gjithë ne. Konkursi për gjuhën shqipe është një aktivitet nxitës për të mësuar sa më mirë gjuhën amtare, si në të shkruar, ashtu dhe në të folur. Në klasat e 9 të shkollave të Shkodrës janë regjistruar 1266 nxënës, prej të cilëve 343 ndjekin shkolla private dhe 923 shkolla publike.